Problematika që ka të bëjë me qeverisjen aktuale të sektorit privat sigurisë nuk lidhet se legjislacioni është problemi, është sepse sistemi dështon në zbatueshmëri dhe në thënë këtë është çështja e forcimit kapaciteteve tashmë, është gjithë raporteve shkak pasojë se pse këto, si thua, keq performanca ndodhin dhe vin pastaj te politizimi, te rekrutimi i gabuar, ke incentiva. Pra edhe këtu qeveria thotë që ne po i forcojmë kapacitetet. Thotë ne kemi ngritur një shkollë të administratës publike, ne bëjmë trajnime të vazhdueshme. Ne jemi në ndërveprim të vazhdueshëm me Bashkimin Evropian. Ne kemi forcuar kuadrin, pra ato 165.000 që ka pas para reformës territoriale administrative janë 195.000 të punësuar në administratë publike. Pjesa më e madhe me statusin në punësit civil. Po ju po merrni vetëm një burim të dhëna që është diskursi i. Dhe unë po them, nëse do përdornim edhe si burim të dhëna diskursin e qeverisë, ne tash do ishim vend antar i 5 prej vitesh. Unë këtë po them që ky diskurs ka një mospërputhje me realitetin, por ky realitet që të rregullohet nuk është vetëm legjislativ ose shumë pak legjislativ tashmë. Si bëhet nëse qeveria nuk ka vullnetin pastaj për të është performativ. Po pra, në këtë aspekt pikërisht prandaj dhe jemi në këtë krizë, siç jemi tash, që po e quaj që vazhdimësia e protestave tashmë dhe qëndrueshmëria e tyre tregon pikërisht që ka një kërkesë për të gjithë. Ajo që unë po përpiqem përmes kësaj mundësie që u më dhat është që për sa i përket reformës sektorit sigurisë, i cili është një fushë politikash publike, siç thash, krahasuar me rëndësinë e 91-92, ndërkohë që ishte politika kryesore e reformës, tashmë nuk diskutohet fare. Po them që ka një asimetri dhe kjo asimetri duhet të rregulluar sepse nuk është aq pak e rëndësishme sa që rezulton në terren. Pra do duhet që dhe kjo pjesë të jetë pjesë e diskutimit, por mënyra e zgjidhjes nuk është ripërsëritja e rishikimit të ligjeve dhe nga e para, sepse ato tashmë, siç edhe juve thatë, kanë hyrë edhe për arsye të parafrimit, por në shumë aspekte, jo vetëm në siguri, po edhe në aspekte tjera, në tregun e brendshëm, mjedisin e tjerë. Siguria ushqimore. Po, kapitull që kanë të bëjnë me konsumatorin e tjerë. Shqipëria tashmë ka probleme administrative institucionale dhe këto do të thotë që zgjidhen përmes praktikave, nuk zgjidhen përmes miratimit të ligjeve. Për ditur se e thash dhe në fillim të emisionit, duke qenë se po ja afrojmë i fundit me protestën. Aty kemi një lloj natyrisht nisi për Zvënecin dhe Zvëneci në tërësinë e tij përfaqësonte një ndjeshmëri të sigurisë mjedisore, pra që ka ndodhur edhe në vende të tjera të Shqipërisë, po si duket u mbush shkupat e ajo ishte edhe preteksti i daljes në shesh tashmë për një muaj, por natyrisht aty ka dhe grupe të tjera të cilat kërkojnë siguri ushqimore, të cilat kërkojnë për ta lidhur gjithmonë me sigurinë, të cilat kërkojnë siguri të drejtave të tyre bazë, të cilat kërkojnë ju e thatë vetë siguri ekonomike. Një nga shkaqet e ankthit apo të manifestuar dhe me migrim të vazhdueshëm është pikërisht ankthi ekonomik, sepse është rritur shumë polariteti, hendeku financiar dhe ai 3.5% që i rritjes ekonomike vjetore e fsheh këtë element. E thon ndryshe Tirana sot është bërë apo Bregdeti një nga zonat më të shenjta në Europë. Lexova që Tirana vjen pas Lisbonës, domethënë si në raport me të ardhurat e popullsisë. Pra të gjitha këto përfaqësojnë ndjeshmëri të ndryshme. Persona të ndryshëm që kanë dalë aty kanë probleme të ndryshme në raport me ekzekutivin, në raport me pushtetin, në raport me mungesën e rezultateve. Cili mendoni se mund të ishte instrumenti tani demokratik, më realist, që mund të përdorte energji protestës për t'i realizuar, qoftë duke imponuar qeverisjes, qoftë me ndryshime legjislative, qoftë me ndryshime tjera. Faktikisht më sollën në një argument cilën e kam shumë për zemër, që është politika krahasuese. Dhe faktikisht nëse do analizojmë politikën e secilit vend që nga analiza e Aristotelit në Greqinë e hershme dhe deri më sot, demokracia është pikërisht shpreha e interesit nga qytetarët dhe interesat janë shumë të ndryshme.